Habit studimi, ja sa vezë lejohet të konsumoni në një javë. Mëngjesi tipik i shumë avisave shqiptare përfshin vezët, ato na serviren të zgjera të skuqura në forma të ndryshme. Veza është një ushqim i shëndetshëm. Ajo kombinohet shumë në gatime siç është buka e thekur dhe avokado, supë me oriz, tavë, spinaqe ose ëmbëlsira. Siç duket, gjatë një jave njeriu arrin të konsumojë shumë vezë dhe natyrshëm lind pyetja: nëse konsumi kaq vezëve është i shëndetshëm? Ekspertët ushqimor thonë se njeriu mund të konsumojë pa frikë 2 vezë në ditë. Vezët duhet të shoqërohen gjithmonë me barishte, kost, avokado dhe bukë dhe drithra të plota. Nëse ju e servirni atë me prosciutto ose shumë feta djath, atëherë do të mbusheni me kalori dhe yndyrna të panevojshme. Shumë konsumatorë hanë vetëm të bardhën e vezës në përpjekje që të mos konsumojnë shumë kalori. Megjithatë, ekspertët thonë se e verdha e vezës ka shumë ushqyes të nevojshëm. Ndaj sigurohuni ta konsumoni vezën e plotë.